Selamun alaikum musliman. Po mundohemi shkort me kallzu se qysh me fal saleh kur je në mjet të udhëtimit, në vetur, në tren, në aeroplan. Manë men, jo mul ekstra knena, jo ka është ai i cili e vozit, po shkak se po du me thënë që në qofë se je ai i cili e vozit, atëre nale vllau jam. Mirë po je këto, nuk të vetë kërkosh, je për mas, nuk të vetë kërkosh, nuk të nalin veturën, je në tren, nuk e nal ai. Je në aeroplan, ai nuk e nal aeroplanin. Edhe ti obligohesh me fal. Për shembull, mu kur erdha tash në pushim, më ra me fal sabahin pikrisht në këtë formë. Para se me hyp në aeroplan nuk ish hi ala koha e sabahit të se me fal sabahin para se me hi koha. Pikrisht kur ulëm në aeroplan, filloj veç me hi koha, realisht kur u nis aeroplani, u duhet me fal saleh. Edhe kjo më shtini me bë këtë video me lejen Allahut azza xal është sqarim për musliman. Është dallimi i madh musliman, a je të fal saleh vullnetar apo je të fal farzën? Kur je të fal saleh vullnetar, atëre fal ulën pa pik problemi. Edhe për çef mundesh më fal ulën. Je të fal vullnetar. E në qofse, po thojna, ki vudu, je hyp, është të vëzit dikush, ti ki vudu, don me fal 2 rekate, është koha 9-10, don me fal salat të duha, don me fal namaz vullnetare, është natën, ki vudu, je i koncentrum, me lexu se lexon ki që më fal, por vullnetare, falësh lirë. As nuk ki nevojë me lyp kiblën, as kur gjatë qysh je në mjet të udhëtimit, falësh. Tash kena më munu me kallzu edhe formën se qysh mundesh me bë. Mirë, po kur je të fal farzën, atëre do të më munu njeri sa ma shumë mi pru kushtet të saleh. Për shembull, drejtimi pe kibles. Por vudu është qartë për musliman, duhet me pas për të dyjat, po këta në kemë të folë, kjo është e qartë. Mirë po dojna me falë, kena vudu, edhe po dojna me falë farzën, është mirë edhe duhet me lyp kiblën sa të kish mundësi, kur je të falë farzën. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre ti do të më kthy kështu, edhe më falë. Edhe në qovë se ki mundësi më qunë kam, për shembull, e kini një bus më të madh, mundesh më qunë kam, falesh në kam, e kur bjen puna me ranë ruku, bjen ruku, e kur bjen puna me ranë sejdë, atëre ulesh edhe ban sejdën sa të kish mundësi. Nëse ki mundësi, shif tashti, a ka mundësi në më qunë kam? Jo, atëre unë obligohen a më falë ullën. E kur obligohesh më falë ullën, atëre falesh ullën. Në aeroplan, a ki mundësi më qunë? Jo. O nis aeroplani, si kur rasti që është kallzova. Do më thënë, o nis aeroplani, ata nuk lanë, ata dojnë që ti më lidhë, nuk lanë ma më qu, nuk do mundesh më dalë kërkon më falë. Dohet më falë në karik, a mundesh më qunë kam? Jo. A mundesh më drejtu ka kibla? Jo, ti mundesh me provu. Mirë po jo, se halo pa unisaj e shes që ka dredhu kiblën. Mundesh me provu, më drejtu, në qofë se ki mundësi. Mirë po kur e shes që s'ki mundësi, atëra Allahu azza wa jall ta pranoft, qysh ki mundësi. Mirë është me provu, më drejtu ka kibla. Mirë po kur e shet që s'po monesh, se halo pa e gjithë të mirë kiblën e ka ndru drejtimin, do më thonë, bëhet e pa monshme për ty, të edhen që është livrit aeroplani, kur është në tokë, livrit të esa drejtohet, kur të del në aer ma ashtu kështu livrit, halo pa e gjithë të mirë kiblën me ato mjetet e tua, ose me në formë tjetër se që është e gjanë kiblën, a e ka livrit ma drejtimin, do më thonë e shet që bëhet e pa monshme me gjithë kiblën, atër e falesh ullën qyshje. Qysh falesh ullën? Kështu musliman. E merë të këbirin fillastar, Allahu Akbar. Ullën, edhe i lidh durt, edhe lexon ato që lexon gjithmonë sala. Tash ka orë puna po don me bë rukun. Në ruku i qet durt. Allahu Akbar. Edhe thu duan, edhe lakosh kështu. Pak. Tani semi Allahu liman hamida. Tani kur të bësh në sejdë, nëse ki mundësi mi qet durt përpara, edhe më afru te kjo, atëra afruhesh sa të kish mundësi. Për shembull, në këtë mjet të udhëtimit, elhamdulillah kështu monesh, drejtuash këtë për para. Shef, edhe ban sejdën kështu. Tani, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Këtë në sejdë. Tash, Allahu Akbar. Edhe qohesh në rekatën e dytë. Nuk qohesh se si ko qohesh, drejtohesh në rekatën e dytë. Edhe i lidh durt, edhe lexon elhamdulillah, e lexon surën. Tani hapet në ruku. Allahu Akbar. Tani drejtohesh për ruku, semi Allahu liman hamida. Durt i man, poshtë nuk ki nevojë me qit durt këto, për shkak se në ruku kur je
Mund të më mop. Mirë, po nëse i lidh këtu nuk ka të keqe. Nëse i lidh këtu kur gjë. Ashtu kështu është. Sunne nëse i lidh duart kur çohesh për rukus këto. Domethënë, nëse e bën ai gabim, mos është shqetëso, për shkak se nuk e mësu më fal kështu. Ka mundësi që e bën ai gabim. Mos është shqetëso, ka dalë. Ki vakt, domethënë, je veç do të them tash ki kohë. Lut Allahun azza wa jall me ta lecu. Tani e bën atë rekatin e dytë, sejdet, edhe ulesh në ulin e fundit, edhe kam ti iman normal, qëndrimin e iman normal, e thuhet tahiyatin, i thos salavatet, edhe jap selam, nëse je të fal sabahin. Nëse je të fal drekën edhe kindin o musliman, edhe je në tim, atëherë je në aeroplan, je në tim, ka hi koha e drekës. Atëherë më mirë prit disa të zhdryp aeroplani, edhe fale drekën ko zhdryp. Mirë po, nëse thu po është rrezik që mi koha e drekës për shkak se 4 orë të tim. Atëherë e fal më mirë në kohën e kindis, i fal 2 rekate drek, 2 rekate ikindi, për shkak se je në tim. Edhe e fal kur je zhdryp e aeroplanit. Më hajr, edhe akshamin e musliman, ka hi koha akshamit, je në aeroplan. Prit kur zhdryp, e fal akshamin edhe yacin kur zhdryp. Ka kalu koha akshamit, nuk ka lidhje për shkak se je udhëtar, e fal akshamin, tani e fal yacin, masi ke zhdryp e aeroplanit. Problemi është sabahi. Sabahi kalon, edhe sabahi nuk mundesh me lan, ajtë se e falim masanina, kështu s'mundesh. Sabahin e fal, qysh e kallzum me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë po, nëse edhe akshamin do me fal, edhe yacin e fal në këtë formë me lejen e Allahut azza wa jall, edhe elusim Allahun azza wa jall me na pranu.